Specialistët për hetimin e narkotikëve në drejtorin vendore të policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ndërsa nisën procedimin penal për një shtetas 34 vjeç banues së Prishtinë, pasi gjatë kontrollit të ushtruar nga shërbimet e stacionit të policisë Dhërmi, në automjetin që ai drejtonte ju gjet dhe ju sekuestrua një sasi lëndë narkotike dyshuar kanabis. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ndërsa shpallën në kërkim një shtetas 30 vjeç banues së Vlorë, pasi në datën 28 qershor të këtij viti, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka goditur me mjet prerës një shtetas 21 vjeç banues në fshatin Babice Madhe, i cili ndodhet i shtruar në spitalin në rajon të Vlorës jashtë rrezikut për jetën. Po ashtu specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë së Sarandës referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një shtetas 59 vjeç, si dhe një tjetër 43 vjeç banues të Sarandë, pasi kanë kallëzuar se janë konfliktuar fizikisht me njëri tjetrin për motive të dobta, duke marrë dëmtime të lehta trupore. Gjithashtu një 54 vjeçar banues të Sarandë, pasi ndaj tij ka bërë kallëzimin penal një shtetas se në lagja nr. 1 të Sarandës është konfliktuar për motive të dobta me këtë shtetas. Specialistët e seksionit të qarkullimit rrugor urban dhe interurban në Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për një shtetas 26 vjeç banues së Vlorë, pasi në datën 28 qershor të këtij viti, në rrugën Murat Tërbaçi, duke drejtuar pale drejtim përkatës me automjetin tip Yamaha, është përfshirë në një përplasje me dëme materiale me automjetin tip Toyota, me drejtues një shtetas 39 vjeç banues së Vlorë. Po ashtu një 17 vjeçar banues të Vlorë, pasi në datën 28 qershor të këtij viti, në rrugën Gjergj Kastrioti, duke drejtuar automjetin e markës Volkswagen, ka përplasur një shtetas 51 vjeçe, e cila pas marrjes së ndihmës mjekësore është larguar për në banesë. Po ashtu është proceduar një 29 vjeçar dhe një 30 vjeçar banues të Vlorë, pasi janë konstatuar nga shërbimet e qarkullimit rrugor, duke drejtuar motomjetet e tyre pa leje drejtimi përkatës. Policia bën me dje se materialet janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.